Elenën. Jemi te rubrika e historive që do t'u shohim me letra të tarot. Po. Elena i kanë shkruar në privat Elenës. Po, Më kanë shkruar dhe mu 2 persona, kështu që së pari nisim me të Elenës. Po. Atëre, thot, përshëndetje Elena, sot jam zgjuar, por kam një dhimbje të fortë. Do me thënë kam një dhimbje të fortë. Ku e ka dhimbjen? Pasi dhimbje të fortë për djalin e saj, mbasi djali i saj është martuar dhe ka një fëmijë 8 vjeç. 8 vjeç dhe nusja vet vjen me pushime në Shqipëri. E bën pushimin në një plazh të Shqipërisë, njihet me një çun tjetër, jetojnë në Amerikë. Dhe kur kthehet nga Shqipëria i kërkon djalit divorcin. Divorcin kishte kapur dhe një avokat. Do të thënë ka qenë një lidhje dashurie një mujoshe. Do kesh kaq vite martesë, 15 vjet, 16 vjet martesë dhe të thuash për një person që e njeh vetëm një muaj dashurie jetës së ime dhe të kërkosh burit divorc. Do me thonë, kjo gruaja ka qenë e martuar 15 vite, është e martuar 15 vite me një burr. Me një burr, po është e martuar. Ky burri ka ardhur me pushime në Shqipëri. Jo burri, nusja kanë ardhur me pushime të dy bashkë në Shqipëri. Kush ka gjetë të dashur? Nusja. Nusja ka gjetë të dashur. Po, gjatë edhe ty të ka kontaktuar burri. Më ka kontaktuar mami i çunit. Për nusën. Për nusën, pasi kërkonte që djali i saj mos ndashe. Për arsye se nusën e kishte marrë të vogël, ishte e bojtur dhe kishte rritur vetë. Po nusja e ka tradhuar ndërkohë, ka gjetë dashuri tjetër. Janë shumë të rënduar, sidomos djali është shumë i rënduar nga ana psiqike, psikologjike, po kalon gati në depresion. Dhe më thotë, të lutem, dua një parashikim, dua të shikoj situatën. Si do përfundoj djali me nusën? Do kenë divorc, do kenë ndarje, mbasi dhe nusja kishte prerë biletat për të ardhur përsëri në Shqipëri. Dhe për të kërkuar divorcin dhe më thotë të lutem, më shikon thotë të ardhmen e djalit tim dhe nusës timi që kanë të ardhme, kanë ndarje apo jo. Nisim. Po, dhe ne do t'ja shohim. Shiko, këto janë një situatë të vështirë për momentin. Janë të distancuar, të larguar. Me sa shoh unë nusja ka rënë pjesë e mashtrimit, manipulimit, dikush e ka zhytur, e ka gënjur, e ka mështruar, e ka manipuluar, mund të jetë hequr si mund të ketë pasur kështu, mund të jetë hequr si biznesmen a dikush tjetër, por shikoj që është e manipuluar. Kanë pengesa, nuk janë sigurt, nuk janë stabil, mund të jenë ndoshta po ndoshta jo, kanë çekulibrime në marrëdhënien e tyre. Nga ana ekonomike do jenë mirë, ngritje ekonomike financiare, por mund të jenë pak të bllokuar në stres, në dashuri. Është e mërzitur për 3 kërkesa, por shikoj që nuk do i plotësoj ai dëshira që mendon ajo. Sa ai se erdhi në Shqipëri unë do divorcova, po do i prishen planet. Do kenë një komunikim të vazhdueshëm në universin, por në fund fare do kenë balancime. Do të thonë do jetë një prishje planesh që nuk do të ecin gjërat siç ka menduar kjo nusja. Po nuk shikoj që këta të kenë një divorc. Do ribashkohen. Ata bashkë janë, por nuk shikoj se ka marrë çik shukshoj, të kësaj nusës i ka hyrë në çik vetja më qef. I ka hyrë në çik vetja më qef që aq se unë gjeta i dashurinë në Shqipëri dhe hajde se është dashuria e jetës time me një muaj. Do me thënë kjo ishte për këta. Po. Tjetra? Tjetra është një çun nga Lezhë. Ka pasur një lidhje dashurie me një gocë, një vit dashuri dhe ndahen se bëhet një fjalë, vetëm një fjalë janë ndarë. Çuni e kërkon prap, por vajza është fejuar me person tjetër dhe më e bukur është se djali është shumë i rënduar nga ana psiqike, psikologjike, pse kjo është fejuar me shokun e tij të ngushtë të fëmijërisë. Ja paska marrë hak. Dhe thot, dua ta di thot, kanë ndarje me këtë, se ishte shumë i vrasë shpirtërisht, bile më ka marrë sot, më ka marrë në telefon duke qarë, dhe kam qetësuar pak. Djali, po më ka marrë duke qarë, se tha unë, e ka ndash me bë familjare. Për të parë situatën do kenë ribashkim, do kenë komunikim, apo si kush do shikoj drejtimet e veta.
do dalje drejta e djalit, djali është shumë i sinqert, shumë i drejt për drejt, do konfliktohen, do kenë shere debate, konflikte, mos marrëveshje do jenë super të mbi ngarkuar, nga ana financiare do jenë të komplikuar, por do kenë pak pengesa, por në fund fare mund të kenë një komunikim të vazhdueshëm, po do jetë kohë e largët. Po që them që kjo vajza që është fejuar nuk do ketë të ardhmë me atë shunin. Tjetër ishte një, kjo është e fortë, Klea. Dashurojnë dhe këngëtarët, Klea, kanë edhe liriesh martesore, po. Një kliente thot, përshëndetje Elena, thot, kam pasur një lidhje dashurie, thot, 2 vjeçare me një këngëtar, thot, jam gjendur dhe financiarisht, por kohët e fundit më rish shumë i ftohtë. Shumë i ftohtë dhe më ka thënë që deri do të ku ishte lidhja jonë. Pasi unë kam bërë një investim dhe nuk e di se çfarë të bëj. Të lutem, thot, unë jam shenjë Luanit, është akrepi dhe ajo është ti martuar me një të huaj dhe kjo është e martuar dhe nga një lidhje jashtëmartesore. Wow. Dhe thot, të lutem Elena, thot, do kem ribashkim akrep me Luan, do ribashkohemi ne apo do shikojmë se kush drejtimet të ndryshme. Si thua ti, Klea, do përfundojmë bashkë? Ja. Jo, je sigurt. Ke të drejtë. O Elena, po, kam vazhdu dhe unë të marrë energjit ty. Normale. Jo, profesionin më mirë po ta jap vetë. Atëre, Luani, shikoj, këta në familjen e tyre do kanë krisje. Kanë krisje. Një kuror, shere debate, një krisje, janë shumë të vrarë. Shpirtërisht, duhet në kenë kujdes pjesërisht spionazhin, ka qenë në pritje të shumë lajme, po një femër ose një mashkull mund t'ja ketë bërë gjërat mes, pakërësi në lidhje me punë, gënjeshtra, mashtrime dhe çdo gjë do dali sheshe. Do me thënë, personi ka përdorur për interesat e veta. Në fund fare do vi një kohë që do ta kuptoj dhe këtë gjë unë ja kam thënë dhe klientës në telefon. Ka të bëjë me persona që janë xheloz, do largohet me gënjeshtrat e tij, por që të kenë të ardhmë bashkë nuk kanë, do shikojnë drejtimet e ndryshme dhe është një prishje plan, është një palimentim. Do të thënë do derdhi lot gëzimi ose lot hidhërimi. Por si marrëdhënie që janë, të dy do mbriten shpirtërisht. Okej, jam nga Kosova, ju ndjek gjithmonë, jam peshore data 8 tetor dhe nuk jam e martuar. Desha ta ditë për fatin është gati dhe për 2 vite po bëj një kurs për tyr për patentë, po kam veç dhe nuk po më ec për asnjë gjë. Tentoj për të më ecur, por nuk po ec për një. Gardënjër kam pasur edhe i kam dhënë nga donjër makinës, por nuk kam pasur mundësi financiare. Dhe 2 pyetje për fatin e jetës, për patentën. A do kem mundësi për me vozit me makinë, a do kem mundësi për ta marrë patentën? Dhe nuk kam pasur një vullnet të mirë. Do me thonë, a do kem vullnet për të marrë patentën, a do kem vullnet për t'i dhënë makinës dhe dua ta di për shenjën e peshores si do me eci. Edhe thot, kur i kam thënë nuk e thot, a do kem ndërherë makinë. Po, Lulieta. Klientja ime. Lulieta nga Kosova. Atëre, Lulieta, kur ta dëgjosh, ke një humbje parash, një humbje pune, distancë, largësi, krizë, je pak në krizë në partneritet, je në pritje disa lajmeve, do marrësh lajme të mira, do gjykohesh për marrëdhënien që ke një pozicion të mirë, je e mërzitur, po universi do t'japi dhurata të bukura. Por momentin je e bllokuar, si bllokim fati, të kanë lidhur sy, të kanë lidhur duart, je në ca ujëra të thella, je në ca ujëra të turbullta, kërkon rrugëzidhje, po je pa rrugëzidhje, bllokime, si në punë, si në dashuri, si në fat, një tragjedi, një fatkeqësi, sikur ke hyrë në një kështjell dhe nuk po del dot nga kështjella, por do kesh hapësira, stabilitet, një largim nga vendbanimi, një udhëtim një shtetit, do kesh një takim, një telefonat, një rikthim, një udhëtim të borishëm. Për momentin mund të kesh gjërat e ngrira, po universi do t'japi diçka pozitive.
Do ecësh përpara, por duhet të kesh kujdes nga shoqëritë, miqësit fallco. Dhe nga ana shpirtërore do gjesh qetësi shpirtërore. E ka marrin çik me prik. Një gjë që ta marrësh, mos e merr me prik. Por në fund fare do stabilizojnë gjëra, do eci përpara. Do ketë fat, do gjej Do fat në ketë jetës? fat, po. Për momentin është në çike bllokuar, ka bllokim fati, Po. I ka marrë gjërat me prik, por në fund fare do Po makina do ketë? do ketë makinë, do ketë gjitha se do ketë shumë mundësi për të ecur. Edhe përpara. fatin e jetës, domethënë të Dhe martohet. fatin e jetës edhe makinën. Shqyqyr. Edhe një tjetër Po. të Atëre, fundit. kjo është e bukur fare. Përshëndetje Elena, jam e martuar thot, por në familjen time më ka hyrë një femër e tretë. Unë jam e martuar me 2 fëmijë, jetojmë në Amerikë, thot, pasi buri im, personi të tretë, ishte prezantuar si beqar. Dhe unë i kap një mesazh duke i thënë që buri që shiko se unë do divorcohem, do i le fëmijë, të vendos fëmijët, do le gruan do të marri ty. Dhe këtë mesazh që ka lexuar gruaja vetë ka kaluar në gjendje depresioni dhe më kontakton dhe bëjnë debat gru dhe dashnore. Ti themi gru dhe dashnore se buri tani se i kanë fajt edhe në çik burat, se prezantoj si beqar, pastaj mbas 2-3 muajve na dalin martuar. Dhe i thot, me mua ti si ke gjërat e mbyllura, thot, shqetësohu, meru me do një tjetër, jo me mua, se kurse kam pasur me qëllim të të ndaj nga askush, por kam zotin dëshmitar, ai nuk më le mua, thot, po mua ai më ka premtuar që do divorcohet nga ty, thot, dhe do më marri. Dhe kjo është shumë e rënduar nga ana psikologjike dhe i thot, ti të harrosh se unë divorcin për 1000 vjet nuk ta jap se më ke hyrë ti në familjen time, më ke shkatruar familjen ti, nuk kam hyrë unë në familjen tënde. Dhe kjo në fund fare i thot, po këtu kush është fajtori? E fajtore ti apo është buri jot, se buri jot më prezantua si beqar dhe mbas 2 muajve, 3 muajve më tha që jam i martuar me fëmijë. Dhe do ta di zonja që do kenë ndarje me këtë, se i ka hyrë në familje dhe kjo është e martuar. Më kupton? E shikojmë. Shiko, por shikoj që në lidhjen e tyre të martesës ka hyrë një femër që është shumë Klea, më ndihmo pak. Manipuluese, po. Është e djallëzuar si femër. Mund të jetë një femër që mund të jetë edhe në kuptimin, mund të jetë edhe mostër që është e përbetuar që ty në familjen për të shkatruar një familje. Ka një karakter të fort, një intuit fort, do me thonë është e përbetuar që shiko se unë do i kësaj gjëje dhe si femër hakmarse, por është edhe në qik i pëlqen këto thashe themet për të intrigat, por nuk shikoj që kjo me këtë çunin do ndahet, do të distancohet, do largohet vetë kjo dhe përsëri do dali dielli për klienten, shikoj që gjatë rrugës mund t'i vijë dhe një bebi, por do kenë një energji pozitive dhe do dali e drejta e saj, e vërteta e saj. Në fund fare do fitoj kjo. Kështu pra, këto ishin. Po, 5 histori në mos gaboj? Po. Nëse ju të tjerë doni që të shikojmë historitë tuaja apo probleme që ju shqetësojnë, mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale Media 60 apo në Instagramin tim personal apo dhe në rrjetet sociale të Elenës. Atëherë kështu erdhi fundi i këtij programi, bashkë do të shihemi sërish të hënën në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.